thonë dorë njënitetit, me thonë s'ka më sharje familjesh, nuk ka sharje më fëmijësh, nuk ka sharje nëna shqiptare, nuk ka sharje gra shqiptare, o të shaj njënitetin, të vrasi njënitetin, kur të bënë burra këto, unë kam për të bënë djali më i mirë në TikTok. Kur shikoj këto që janë nga 50 vjeç, nga 40 vjeç, që janë burrat martum, janë me nanë, me gra, me fëmijë në shtëpi, edhe shanë për natë, njani me tjetrin, dakord, po unë si s'kam asnjë gjë, unë kam vetëm Zotin lart, se mos shaj dhon. Çka kanë më shumë se unë këto? Qa të bëjmë popullit dhe bedhune? Janë bo pak pidhrop shdhun si këto në tipi triganti, s'kam qanë kështu. Janë boj qik pidhrop shdhun me të thënë drejtën. Ata bëj pyetje. Shtat me të pyetje, urdhro si urdhro. Nëse e shef një person që u nal para një murit edhe i bjen murit me kokë, tum, nalesh edhe ti i bjen murit me kokë, Edhe unë të vej gara me ta. Kush i ke ma shumë? Ka maru ki ma dhe, që të thanë ti? Se e ki ma pesa ma mira murit me kokë, koka e kokë unë? Si kujtove ti? Atëherës kur janë di makina që shikon di quna rrugash në rrugë, që janë të di me makina, pse e munon të parakale një tjetëri? Unë jam si puna aty në dy qunëve më rrugë, që janë me makina bashkë, e shikoj njëri tjetëri shtremtë edhe kush makinë qes ma shumë. Shu jam une. Po, vishtani njoni për njones makinë ullet xhami, edhe ai e nxerr atë lejen e policisë, ai ke pa në për video, edhe ky tjetër i ke lënë policën dhe të Ja, unë i the pa kohë kush do që tjetë, kush se vete prej ka cak e uli. Pa ka të bëllë mua të gja, unë jam pletë kurti. Pse kam, ta bëj një pyetje pak, pse kam ngell vetën une? Pës pak, ti e moshe madhe dhe marrë, pse kam ngell vetën une? Si nga fisim, si nga kushurit, si nga shoqënia, se unë shoqënin më të fortë kam pas Shqipëri, shokët më të fortë kam pas Shqipëri, në kudo, në burg, i jashtë. Pse kam ngell vetën unë, ata mërmejnë aty. Qa ke kuptu ti për shemë? Nashta ki zgjedh vetë atë që të ka ndodhë me atë vajzen, me jetun që të sitanën. S'ki dasht me nejt afer njerëzve që mu marë me ta përkujtu ose mu marë me atë lafë. Okej, po pse janë largu, a kuptoj, unë kam dash me ne qësitime, po pse janë largu njerëzit, pse ta mërmenja ty? Po ka arsyet ndryshme pse tu kanë largu njerëzit, a u këtën? Zdo me thonë që njerëzit tu kanë largu vetëm që ti e i keq, vetëm që ti shanë, ose vetëm që ti ofendon. Na shajnë largu njerëzit dhe që kanë hallet vetës, dojnë me pas hallet tjera në barra, u këtën? Se ke gjetë pra. A di pse? Po s'moj në gjetëm që nuk njofën e ty për mi gjetë se qka ki ti njëtë private, njëtë personale, vla. Okej, atëherës gjithë njerëzit që më janë largu vetëm për këtë arsye se unë gjithmonë në sem, kur kam pat shtremtën, unë gjithmonë kam thënë shtuar se shtremtë dhe ti t'jesh sa të shokojmë, ti s'ke me bëgë gja. E qënë Gucci, atë fusim edhe Guccin. Pute janë. Osan. Selam aleikum. Aleikum selam. Më the kur të kem njëtën që ati si ty do takohemi. Kur ke qka? Kur të kem njëtën tavan si ty fe do takohemi. Qka është ajën tavan? Tregoj tavanin tënë. Djemi të njëjtin vende. Shif këtë timin o guj, sa mirë qanë, shif këtë timin. Si do ja bëjmë, do takohemi apo jo? S'ka problem, takohemi. Të shkryet atë diçka tek numri, po nuk të punon. Ja kam blu zërin këti djalit se ka qef me përdor fjallor të pistë. Ke ardhë? Po. Është të vërtet që ka dalaj personi që ki shkru? Po, edhe personin. Shqyr. A më ne e kështë këtë Ti din, dorën tënde. I herë vitë fute me ty ura. Apna len pak se ishim të folë diçka tani i kyqe më vonë. Okej. Hajde, salam alaikum. Zoti Ma e pi puth jo guq para se t'hikë. Ma vash më tavanin. Na presh tavanin. Tani, si më ndoti që të shke puna ime? Po të pysim dhe këtë gjanë tjetër. Puna jote si puna i çdo kuj, nëse njeri i këshyr punë të veta, e smirët me lafe tjerve, mundet me vazhdu jetën e vetë. Nëse dikush i shtin hunt, majtas djathtas, nuk po thëmë për ty, por jam të fënë përgjithësi, atëre njeri du të mu balafaqu me pasojat që i vinë. Ti nëse donë me lyp probleme,
Duhesh me konë edhe i gatshëm tani mu marrë me pasojat që ti shkaktojnë ato probleme. Po si do merr me pasojat nga Sot njerëzit, Klajt Kurti, nuk të vinë ballë për ballë më marrë me ty. Po edhe ertë nëse vjen ballë për ballë më marrë me ty, vjen veti dhejti. Ki pati na herë që dikush i ka dalë tek pull njonit për paran, as njetën reale jo. Ose ka shku veti dhejti, ose s'ka shku hiq. po unë kam nuk i shef dhe vetë dhe një. Ka si bura që dalin ballë për ballë tek pull edhe ti thojnë Jam unë e burë, s'ka ashtu burësh, jam unë e, ajo më gjallë. po atëre, shife, na e kem pas një shprehje gjatë luftës se thojshim trim duhet me konë budall për me konë trim. Se me konë i meqem, nuk ju gjuhet 10 shkijeve në atë gropën ku ishin të nejt një stikam mas je quni ju, edhe me ju gjujt 10 shkijeve për jera. Ose je budall, ose nuk je trim. Okej, po kur vjen dikush ndër shtëpis, si ja boti? Kur të vjen dikush ndër shtëpis, është tjetër gjë. Po që ata që të vinë ndër shtëpis nuk të vinë tek pull. Këtë jem të thënë. Pa do rëftesh tek pull ti, se ti s'ka kohë me morë tjerë në telefon. Po pse me ardhën e tek pull? Ai kum kryu në hallet e mia që me ardhë mu taku me dikon tek pulla? Kur s'kom asnjë sen që ka të bëj prej punëve të mia, problemeve të mia, une, ajo s'është për ngut asnjë sen, une herë do kur e takoj. Janë zotë e kushtojnë. Qa emri ve TikTokut ti? Qa emri ke vu TikTokut ti? Të di TikTok. TikTokut që hapin shqiptarët, qa emri u ke vu? Si jo se më ka kuptoj. Qa emri ke vu TikTokerave shqiptarë që hapin live-in? Populli që hapin live-in, qa emri ke vu populli TikTokut, je populli që janë jashtë TikTokut? Po çdo kush e hap live-in e hap për një arsye. Po Ure qa emri ke vu nga këto që po ndodhin më shok? Ja se më ka të kuptoj. Nga këto që po ndodhin, çka po ndodhin? Po si u, ku ka pas, ose ku ka shqiptar që mund të shahen si shahen TikTok? Ku ndodhin kjo jashtë TikTokut? Vritesh me tjetëri. Në TikTok janë 500 veta, po i shahen 500 veta, thu hajt, hiku, mare, edhe aty hajt me koment aty, thot, hajt më thasë se mjef ki kush jam une. Kurse me asha tjetin jetë reale, tani që... Klajt, unë e këmë thoni jare, krejt njerëzit që jënë pjesë e TikTokit edhe platformave tjera ose rrjete sociale, krejt janë njerëz aktor dhe aktrojnë. Unë të thash edhe ma heret, s'kom pa la njeri në qëto 50 vjet e mija që ka pas guzim mi dal dikujna tek pull për një problem. I ka dal tek pull nështë për me marë hak, me nëzirë gjakun e vlajt, motrës, babës, nonës, po për që si budalache, që kanë TikTok, që kanë rrjetet sociale, s'ka birë none që e merat guzim mi dal dikujna tek pull ftyrë në ftyrë. Unë jam tek pull ftyrë i dalë më të rrezikshmi të Shqipërisë që ka 1 milion hallën kurriz, unë i dalë për atë, unë jam Klajt Kurti, jam për Luznaje, datlinda 1988, 29 dhjetor jam. Kush doje për tek pull, po si unë dhe 50 vete me ardë dalë, se unë i njëjti jam, po për tek pull... Duhesh me pas një arsye për mi dalë dikujna tek pull. Duhesh me pas një arsye të fortë për mi dalë dikujna tek pull. Qa arsye të fort, arsye TikTok, ku ka arsye të fort TikTok? TikTok bësh dëgja për me pas një numër. Unë jam të folë për jetën reale, çfarë TikTokut jam me TikTok. Ore një të reale, nuk në këto zanë, është një të reale, për plasësh marrove punët, marrë punë, nuk ka në TikTok dil këtu dil atje. Okej, dakord, atëra a je dakord me mu që në TikTok aktroj njerëzit? Po pra, unë thash, po ta thash për gjithashtu, tani ka vazhdu të bëllë një qik pidhrop si tjere, sepse unë s'kam pas disht me aktru, tani ka vazhdu të aktore pak dhe une, se unë ka pas qenë drejt e drejt, me folë drejt, drejt para një muju ka qenë drejt e drejt, vetëm drejt, me mërzi se janë një shaja për shembull. Kurse tani kam fillu të bëmi qik pidhrop zonë dhe kam hi të arktimi, dhe me thanë, po une jam pidhrop zhvetun, nuk jam band, ka po band. A ti që kësha pas dëshirë, o Klajt? Kisha pas dëshirë me sulmu Shqipërinë apo Kosovën apo Maqedoninë apo ku ka vizë shqiptare me sulmu i shtet,
edhe shtatrimat e TikTokit mi marrë mi thirë krejt. Unë jam i pari që vihe. Ish pak, kur ka pa fillu lufta në Kosovë, e pa të mbo listen, për një muj kënë bo 70.000 vetëm Zvicër e Gjermani. Kur erdhë momenti mu nis klajt, as 10% e që aty në listë nuk erdhen. Ke parasysh? Shtu në pache, janë gjithë fort, gjithë regjistrohen, gjithë janë gatë që mu nis. Po kur duhet mu nis, që aty o problemi tani. Ja duhesh me mush mrapa me bloku mirë, ja je trim budallë dhe nisësh. Na që kena qenë atëre, kena qenë edhe të rion, e ku marrë pjesë në luft 26-27 vjeqar, jena konë trima budallë. Kena lonë edhe familjen e jena nisë për luft, për vatan. Kem pas edhe familja tje pleqe, kem pas edhe arsye, por edhe atje kur të shkosh, duhesh edhe aty me kon i menqur, sepse nuk vjen luft mu vrat njëjtën ditë. Nëse vjen luft vjen me luftu. Po me luftu me këtë. Për ndryshe, edhe ti, po thu, unë i dal njerit për ballan, ti del njerit për ballan, për paran, aje ka baltin ta fut në gjoks, pap edhe u kry muhabeti. Një dit, një orë, një minut. Do e kisha bos thirrje, Pak. do i kisha ta pranot zoti. Një minut, vazhdoj ajo trimëria jote. Po pra, po ku ta zgjanja ashtu, unë s'po gjej vetë pluma në gjoks, s'po shoh pluma, unë po shoh dhe njerëz, unë Po ti aje ka lyp pluma në gjoks? po pasha zotin. Po përse s'ja fut vetit plum? Kom dëgju. Zoti thot është me katë brazis vetin, po jo ti jetë shash tonë të qenë të shajtur, që ku kanë linë. Dëgju një live tonin para do dite, ose para një jave, ke thanë që e kje një kokër që e futë dhe shkon. Bravo. Po pse se përdor atë kokrën edhe kryje këtë muhabet, valla? Po kur është gjendja për ta përdorë, bish. Kur atë e kokra përdorët, kur unë ta bëj damin e madh, përmes mi lidh më dur të kamet, e përdori, ose më Dubai. Nuk e përdori unë kokrën për hajna edhe për 10 veta apo 20 veta sa vinë këto. A kuptan? Unë garantoj, kush merret me mu vetëm po mbran, mbyllet goja, po më lan gjallë unë jam ma keq. Kjo është, këto kanë me mu. Po ata që, o besëri shaku, përshëndetje, ata që nuk mirën me ty, pse ti mirësh me ta? Për shembull, për marr shembull veten. Unë sens të kom ba, kur kom pas mosit kom një mu të familje që ka pëdion, ti ke dalë në kishaj 3 muj dit pa ndërprej. A unë ishte unë me ty ati me mu? Po, këm shajt, atëherës ty të erdi dikush të kërkon lek në emër tim? Jo. Po, në një person. Jetë prej tani, dhe unë... Atë personin ma qove ti veç? Ose njëfsha fara tonë ti. Ko e njëfsha tonë? A ma qove ti? Unë se njëfsha fara, më shok, si e qova unë, me qova ka shoku jotë? Jo, ti... Ko e njëfsha Lucianën unë, më shok, ko e njëfsha Lucianën unë? Pa folem për Lucianën nërte. Aha, thash më s'pëthu për ato të Burrelit, a i kajt ka qena i Toni. Ja to që i fali dhe, ato në qova me një mu, se kishte dalë për burgu, thëmë ka nda gruja, e që i moha me një mu, fjalla se ishte në gjenjët kesh, e për Burrelit, unë thëmë për Lucianën nërte. O, Luciano, sa Luciano është këtu, klajt sa njerës... Po, për ati na mërzit bashkë një bish, ku kina qanë unë ti dhe shoku jetë telefon që ose një fsha burë nuj fare, që kishte vajtë me mor lek. Dakord, ati ka plas, dhe me thanë, zhurma jonë. Sepse mu ti mrem qap direkt shkujte po ti si që njerës të ti, ku unë se një fsha burë nuj fare, unë asë di se ku rritaj. Ja për Burresit kam thanë vetë une me një mu, dakord, sepse e kishte nda gruja, e kishte marrë shpin, i kishte marrë gjitha, edhe ma dha shpërblimin muaj, unë e kam një mu me 10.000 panda atane, falë mirë i ka morë, edhe e dha shpërblimin fund, qa bani. A i ne boni intrike më të madhë dhe me thanë. Dakor? Kurse për Lucianin i na prish dhe bashkë. Dakor, këtune i na prish dhe bashkë. Edhe për lekët që ka një mu shpin, ke 6 sekundë. Për shpin, ke thanë o klet kurti, du me të një mu, ku më nodhi rasi ftyrës. Dhe unë të kam thanë, nuk du me një mu, unë do t'i bëj një dhurat familjes time, kështu ka qenë ma beti, se ke dash me mi pru mu më rëgullu ftyrën lekët. A ka qenë kështu?
Dhe unë thash, nuk du me rregullu as ftyra, si gjë, thash unë i kam ditët me numrim, thash unë t'ja bëj dhurat familjes time, thash ndihmën tane që të më japësh ti mu, unë do t'ja bëj dhurat familjes time. Kështu të kam thënë. Po. Lekët kanë qenë për këmë, unë dija mi i marr ato lek, edhe se nuk ishin pak, ishin një ses me lek, dija mi i marr, edhe kisha marrë hashtet e mia. Kisha thënë ti të rregulloj ftyrën, do kisha prish ftyrën tjerë, une me lek, se këtu me as lek sa mdhe ti mu, unë kisha fu dhe një njëri mdhe. Dhe unë thash, pun kam, unë ditët me numrim i kam, sepse se kam pas dhe shëndetin mirë, edhe thash, po e ma mirë për e ndar familjes time. Okej, masi që ja dhash familjes tonë lek t'ja bleva shpina që ka bona s'di gjaz vet, pse dole pëshajte një muj ditë rresht? Po sepse këtu pra më stresove ti se e ke pru tjetën direkt pa më pyet mu ti direkt e ke qu ti. Unë s'ke njifsha fare burrin e huj, a i të na pa ne bashk live, edhe, ure mu më shkryjnë për ditë edhe se të shkryjnë. Më lidh me Samin, kur Sami i kam shkryjt mesazh para 5 mujsh, edhe se ka kësi një mesazh. Që t'kam pas tanë du të fuq janë boks atë herës, tu jam mërzitë për këtë boks, jam mërzitë me ti se pa të kërku. Unë sa mesazhet i marr në ditje me nis, mi ju përgjigj mesazheve çdo kuj na unë jes tu shkru mesazhe, nuk mira me punët e mia. Se çinonën edhe ti. Okej, më shok, po unë jem të ta, ne na prish për tjerë. Kash, unë se njifsha burrin uj fare, burri uj vjene të thot ty, më ka shuk klejt kurti, si me na fut në shërë. Okej, qa kisha faj unë aty që njerë erdha ashtu Po unë qa faj kisha? Po atë shajta unë e ty? Po jo m'akuzove më shok, ti edhe shoku jetë, Unë t'akuzova, unë të pyta, a është të vërtet? Jo, se më pyete se ti e ke shu se një mrapa kur burri uj sapte telefonin pastaj, kur burri uj sapte telefonin, dakord? Atëherë ti e kuptoha se o krejta e lese na pas ka fut nga 3 ski. Shu ka qanë. Sa përqëndru që me shofin edhe hapjen, kur pe hapi ka siber për shofin këta në komente. Po sa miko e punana, jo ty, po s'kom qep shajt, jo as ty, as ti shqiptar nuk kom qep shajt, po problemi është këtune, problemi a këtu bësh se unë nuk jam duke nejti qetë. Olaf Drim, valë ma me këto shkresa Olaf Drim. Unë s'kam qep shajt as ti shqiptar o shok, edhe atë të themi gjonë se, ti ma për para, më ke pas një kur më pasit në rrugë? Jo. Okej, unë kam nejt 2 vjetë në TikTok, kam flet në rrugë 2 vjetë. Unë rria vetëm me këto shikusët, dakord, moza, nuk kishim ma bet tjetër në abish. As shaja njëri, unë i njifsha me Alex Vish në kam suportu dikur. Jo se ka pas të vjoj, po e ka pas ndjek. Unë dhe shoku im dhe dikush tjetër, të 3. Unë si kam kërku ndim as Alex Vishës, kam flet 2 vjetë poshturave, si kam kërku ndim as kujt, as kam shet as një shqiptar. Kur nodhi rasti Hanxharit, duku futa me këto gjithë, unë duke pa këto se si shashin, njani një kun, titri një gja, edhe vazhdo dhe unë programin. Unë s'kam vazhdu, s'kam pas që shet me shqiptar në për TikTok. Unë me shet një njëri nuk e mzete gjumi. Dakor, tani po s'shaj një njëri, mu tani nuk e mzete gjumi. Kja problemi. Se në dikur me shet një njëri se mzete gjumi. Këto mësun mu, tani po se shajta njërin, mu se mzete gjumi tani. Se këto këshu mësun mu, këto këshu veprun me mu. Se e ka mund, pëtë se e ka mund të letë me shaj tjetëri se, ore, mund të shash filanin ti, jam dakord. Problemi është shfaj ka gruja. Shfaj ka gruja ti për shemus, shfaj ka motra ti se ka hit lajdi apo ka hit tjetëri në TikTok. Shfaj ka fisja ti, dhe me thanë, unë shfaj as njerë me fis, po e kam fjallin, shfaj ka me në gjutë e ashajt gruën, për shemus djallit daje, quni gjaje, sa ku dion, shfaj ka, dhe me thanë, fisi. Edhe unë jam indërgjeshëm për këtë gjanë. Po kur e din çfarë faji kanë këta personat që i përmenet tash, pse i shan njerëzit me Po ku më thonë mu, El Parupi që më thotë mu ta kam punu gruën tane po ta punen në Itali, se këtu ka një sqarrim El Parupi, fjalla ma e rana është kishim në kretë njerëzit që kam shajt, fjalla ma trali ka mërë për El Parupi të shok. Dakor, kretë fjallet ma trali ka mërë për El Parupi, të më thanë mu, shkodrante e mi, ta punen ti gruën
atje në Holland. Dakor që unë dilja, Pse nuk jartësohesh me njerëz në privat? Po në dilja të shaj atjerë, për ato që thot rrinë mas avllijave, që thot El Parupi, të dilja unë të shaj ato që rrinë gjasë marrike mas avllijave, ato dalin me blinda, nuk dalin rrinë mas avllijave. Dakor? Për këta ma tha muaj që dalë shaj tjerë, dhe me thanë, bia unë viktim, dhe unë e thash, klaj, ti rruj vetën, rruj qëtësin, vazhdo programe me El Parupin. Këtu ka nisë shoku. Po pse nuk i kërson gjanat me njerëz në privat, po nëpërmes live-it? Po i kaptar privat, mjep emra ti mu, edhe ma historia, edhe sot po ja them publikisht, mjep emra se kush janë ato që shfryzojnë atë femër në rrugë, si thot El Parupi, une nuk merrem me El Parupi në shok, ka dale për gjaku, me mu, ditën e mirë, unë merrem me ato që thot Eli që e shfryzojnë. Se e ka ikë me dëshirën e vetë dhe s'ka pas pidhë motrën a më kush mu. Dakor? E nuk ka shqiptar që ja merë kuj femrën tjetit, po s'deshti i femra vetë. Dakor? Jartëso me njerëz në privat, jo në live o klajt. Po, sharo privat, sharo qif sharop, qif shaktan, qif shata, nuk ka sqarim, sepse tjetit në vlerëson në zotëri. Dakor, se me qanë të fort ditë fort bashk, me ndënë që ati thënë njëni tjetit për mi shpetu plumit. Njani nga këto, kurse kur fol një që më vetë një fort dhe një që dhe me thënë e qynë të dobet, është shpreja, hajtë më se ja shirëp ti. Dakor? Për leta një osem, se nuk kam faj unë këtë gja, unë thash, për nusën e Elit, për motrën e Elit, për nanën e Elit, apo për njështë të ati mbjen kesh. E me në vetë kur jam jashtë live, se kur janë live ke atë mlefin, kur del jashtë live-it, robi ndërgjësot në vetën e vetë. Dakor, në live është njëri tjetër, kurse kur del nga live-i, ti pastaj thua, ti zotëri prit një se as motra, as nana, as fisi, mu shajt, sepse ka hini tani në TikTok, do me bojë emre me zërë, për shemë, po, zhe 2-3 viktima, 2-3 njërës të dobet, edhe i sulmon, edhe a i sot unë e mora hakun, po ti e mora hakun për vetës tate, po ti nuk e mora hakun për fisin, sepse të morish hakun, të thot të abrasish një njëri. Dakor? Klejt, kur të kujtohen këto gjana që ki gabu, që i kishajt rapt, pse s'futesh apet live me ju kërku njerëz dhe falje për rapt? Ti që ki me personi, vazhdo me to, po rapt, pse nuk hin tani kur të kujtohen? Po se s'futen ato që më kanë shajt mu? Aj, më klejt, unë të thash edhe jere, nëse ti e shef njënin të ira murit me kry, do mira dhe ti murit me kry? Po, të thashur. Po atëre, që ka me bisedu në ma? Po shqira po të them, s'kom që me të në të drejtë po të them është shok. Tani, o të në linë shari në gjithë shqiptarë. Nëse i ofendon njerëzit, familjarë të njerëzve, dukesh ma i fort, ki knaqësi, qka të shtyn mi ofendu njerëzit, pse nuk e shanë personin vetë? Po pëse se më shalë mo të vetë, po më shalë njështë që unë kam nërë në vjetë, unë kam nërë në vjetë, o zotëri, unë kam nërë në vjetë që s'ke shpitime më shok, pse mi shalë mu njerëzit që unë si shoh të të në sy? Po ka njerëz o klajt që janë që 25 vjetë në burg, si kanë pa prind e tyne, edhe s'kanë vdek në burg janë, ata po rrinë në burg, ti e s'pakën lëriti, po del, po ecë. Po pasha zotin, unë në maj lumë, pasha zotin. Dokumenta me shku, me vizitu prindët tu. Urdhëran? Po thëmë, të dërgjohës ti që s'ki dokumenta me shku me vizitu prindët tu, të dërgjohës taj që në burg, edhe kejt dokumentat një pas mundet me shku. Aj që në burg i takon ma shpejt se une. Unë s'ke do të Shqipëri më shok, ka në shqiptar me më shumë në Shqipëri me i taku. Një, si ta këtë do të në vlasnima, vlasni. Qëka është arsye pëse nuk shkon në Shqipëri se se di? Po kam frikë se më fusin në burg, jo se më gjynë me pluma, më fusin psiqiatri Shqipëri, si mi kam bo letrat gati mu zotëri. Nga burgu, tak ka leke psiqiatria, si që ma bon këtu në Londër. Se mu më ka pru zoti 2 herë njetë, 3 herë, edhe me gjithë spatën 3 herë më ka pru njetë. Se unë erdha në Londër mbyllën psiqiatri. Dakor, të kam pas planin me mbyllën Gjermani në psiqiatri, kam pas planin me mbyllën Itali. Nga Italia e u zhduka unë se e kuptova filmin, kam kalu 2 psiqiatria unë, edhe në psiqiatri në Shqipëri 3 psiqiatria. Dakor, nuk ka dënum që e ka bo burgun në Shqipëri, që e ka bo burgun në fundin psiqiatri, kam bo burgun në fundin psiqiatri unë në shok.
Dakor që unë s'isha për psiqiatri, sepse i gjyja titit më thik me shku në psiqiatri, se ka ligji kërkun theret burgosit rrifën, po s'mund ta shër titin në psiqiatri. Psiqiatri është çdo tjetër kur gaston qytetar në rrugë, kur therr njerëz në rrugë, pa lidhje për shembull, në publik, po jo se no zin dy veta edhe do të shkojnë janë në psiqiatri. Unë kanë 5 vjeç që kanë dash me mamor jetën, me psiqiatrie, nuk kanë dash me mbraset. Ishte për bram, kishin vra mosem. Mu kanë dash me mlam sakat. A jeti për psikiatria si e? Po tonë shqiptarët për psiqiatria në shok, e veç unë, janë tonë shqiptarët për psiqiatri. Po, si Ma gjithë shqiptarë ti si s'është për psiqiatri. Po si mundesh me kon t'i klejt kur unë i shoh do video që ti nis makinën, je shumë i vëdishëm çka flet, je shumë i shkallë, i lëvizshëm, atë natë që ju ki ik 7-8 personave, unë me pakon në vendin tonë unë s'kisha mujt me ju ik. Ti ju ki ik. Po kam qenë 50 vjet boksier më shok, po tani kam mos shti unë personat. Për atë arsye do po të pyes, ke qenë bokser, e ki fizikun, si mundesh me thonë Po se fizikun që janë të psuar. Urdhra? Po si psiqiatri shkon ku ngasmon një femër në rrugë, i vesh për se ngasmimi është edukat në Angli. Në Shqipëri nuk është edukat. Mi tha një femër shumë për shembull, sa e bukur je, është kulturë. Me i tha në Shqipëri, sa e bukur e të merë policinë dhe dhe 2 milion lekë gjohë, për shemë, për një thanje. Tu jemi, unë jam moshallah më shok, unë s'gas me qytetar. Unë, ku veni ku jetoj, që si familje. Unë, kur dalë në rrugë, jam njëri, cilën bëjë si që bëjë publiku. Pse jam për psiqiatri unë? Për psiqiatri quen kur unë dalë në rrugë, po ju shkardava motrët sa publik jeni këtu, shpërndavni si jam une. Unë s'bëj këtë gjeste, unë dalë, buongiorno, good morning, hara ju, hara gut, edhe nezi makine. O Klejt, a përdor nda ilaç? Si kam ilaç, për nuk përdor as i gjanë, pasha të madhin zot, as të dhe ilaç nuk përdori. Kam vazhdu të pi pak, me thënë drejtën, kam vazhdu të pi kote e funit, se kam pa kundërshtarin tim që pinë, pi dhe une. A e kupton, jam, dhe me thënë, me kundërshtarin tim pin bashk. A im shefa ne, pina ne të pa mu, të pi që të... Ti e përdit me kurandor, si pin bira ti? Zotin falë të bish, po vallajnë këtu kam vazhdu të e prish pak me dalë pak nga rruga e Zotit, a kupton, por Zotin na falë, që me bënë tani. Unë s'kam pi kur, unë as sigara, as drog, as alkohol, as i gjanë. Që ku m'la mimoza fillova, piva drog, grita bigjos, piva alkohol, piva kokain, piva shash, fleta rrugave, unë nudham psiqiatri, unë ka nodhë këtë gjërat e këshia, që i kam veset e këshia dhe me thënë, na i herë, se nuk është i bëjë, unë sët për shemë, a kam si me, i kam një 1.000 euro, 2.000 euro aty sa me pi drog, për shemë, di me pi drog, u qefi ima di qartë, me përku në e rumune, në e braziliane, a e ka brasysh, menjën e kam të hasë një qamenejnë ato, ajo tu gry nga poshtë, qa është di kam unë. Por për psiqiatris jam. O Klejt, a muj me të dhonë një këshillë. Po, Me qenë se je trim, si që po thu, që ju del njerëzve për balë, edhe i del tek pull, a bon ti mi ndalu sharjet e me prit momentin që kur të atakojsh personin XY, mi dalë për balë edhe me tregu trimnin tane? po të kisha 1 person e 2 persona po jo ku kam 1 milion, unë s'kam takat, për ashtu zhanë, unë s'kam takat. Po një ka një. S'kam takat, me pranem, s'kam takat. Ti si jetu i shajt 1 milion, ti jetu i shajt 10. 5 milion isha, 15, sa t'je, nuk e takat s'kam me ndjek as njanin, me ju bo balë gjithë dhe ju bëjt, po mi ndjekja. S'kum qa bëjmë në shumë. Më rëvlan, dikot kënena ti, nëse po thu jam trim edhe je i guximshëm i dal dikuj na për balë, ti ndaloj sharjet e zgjedhi që ata që të kanë bot dëm, që të kanë sha ma shumë ti, edhe prit ti në momentin e duhur. Po mos vazhdo me shajt, se tu me vazhdu me shajt ti del ma i ligë se aj që po shahet. Kur të marrësh më thuj të fali. U kryu, unë rish këshim të shumë. Unë tani dalë të rruga, shefa e tjetri, dalë të rruga tjetër, kam atë tjetrin, dalë të rruga, kam atë tjetrin, si do i ruj unë këto ku unë kam njerëz që i shoh nështë me sytë e mi, edhe ato nështë du me mbo 1.000 këshia, po unë si di, ka të shohë për shemë.
ma gjiti mu një njëri, ma gjiti një njëri që unë kam probleme, që më ka ardhë mu, më thanë atje filani, ose o krejt kurti, shtu kena mu botë sopër, se më karam qep. Ma gjiti një njëri, edhe unë ta ndjekë ata. Unë s'njo pastimër, dhe unë s'di më kaj kam problemet më shok, unë di kam hap ka dhën kinezi TikTok, po më shajti filani, se ka shok filani, se mas krysh pëshjet filani, unë si bë llogarit dhe shok. Se po t'i bëja llogarit për shembull, unë di se merren për shembull me semin. Unë nuk e di se sa veta ka semi për mrapa. Kjo është problemi im, dhe me thanë, se nuk i ndaj gjanat une. Dakor? Tani unë se di se për kam vjen, unë e di që kur zje me semin, do mbi semi. Jo do mbi mu shok të semit. Tani qatë bëj unë, tani do rri unë ndjeki dunja katë ndjeki unë. Unë s'kam të katë me ndjek asë një shok, unë thanë dira tje, dolla unë. Hangra spata, lopata, shpetova mirë, faleminderit, shpetova. Okej, bota është e vogël, njerëzit takohen. Unë s'taket do t'asti, Njerëzit janë lëvizje non stop. S'taket do t'asti më brazime, se m'bjem mu, s'kam shoqëri, nuk kam miqësi, njerëzit takohen kur dele, kur bret, une. Ta bëj një pyetje ma konkrete dhe ma drejt atëherë. Ah. Ti mu m'ke shajt me mujë tërë, edhe une nëse kom bë diçka, une të kom ofendu në telefon, edhe m'le mu e kape tjetrin. Po nalo të une pak. Une, me kushtet që i kam, s'ko mujt me gjetë dikon në Londër, ti e din sa shok t'i kom në Londër. Kjo është arsyeja që unë kam dalu bish. Kjo është arsyeja që kam dalu. Ko mujt unë me gjetë dikon në Londër, që ty me të vërtet, me të bo keq, me të bo do, me të thuj ka me dur, pa të thonë del life. Pa të thonë del se po të presin. Po me të kap, s'ko mujt, pa levizun e prej ku jam. Po se kom bo atë punë. Sepse une shpresoj që një dit, Klajt Kurtin do të atakoj në gjysmë metre para vetit. Edhe do flas me to që shumë të folë që tash live, do flas me ty edhe kur takohemi gjysmë metër njëri prej tjetrit. Pse se bën edhe ti këtë punë vëlla? Çfarë urgjencë kiti mu marr me njerëz e mos me prit momentin e duhur mu taku me njerëz? Pse i shon, pse ja ofendon ti vetëm në gjatë mirë që tani ti më në kapish më veç me lek, në gjatë. Ora, do të ta themi ja presë, do të buzikat. Unë po them ku mujt me të kap, me lek, me kap. Ah, okay, me lek po. Por më kap kush e më thon për shemb. Në Gognena. Për shembull, unë vetëm një gjë që e kom patë ti që është pozitive te këto sharjet, ti nuk shon fëmijë. Ti s'merr për gojë fëmijë. Po edhe familjarët heki prej goje, merru vetëm me personin o vëlla. Siç i ki hek fëmijët, se ka shumë pisa shkërdhata që shojnë fëmijë natë ditë. Qysh i ki hek fëmijët, heki edhe ropt e personit. Merru vish me personin o klajt. Ja letëson pak edhe nervat vetit. Ore këtu ke drejt ti është shok. Pse nuk shon fëmijë? Po atëherë gjë pak më, çash fëmijë dhe çash vdekun, edhe nëse ti të ndjek dikush, do të thotë që ti je njeriu i degeneruar dhe ato që ndjekin ti e njerëzit se s'kan as gjak shqiptari, as mshirë, as një lloj, domethënë, nuk di çfarë flas për kësë vjen për vjet nëse unë përdor. Ta kesh njëjtin mendim edhe për gratë e dikujt, edhe për nanat e dikujt, vëllarët e dikujt që janë. Asnjë sa shaj skujt në bish. Unë po s'm shajt i pari me familjen nuk e shaj asnjë, unë vjen tuk. Ora pasha zotin vjen zot dhe kur shaj se më ka shpirti më i tunit për të më shajt ti 20 herë. Me bë me hap me se me el paropin jam shajt. Ora ose ata thami gjatë. Ata shajt në familje ti une. Shife, futi ropt e dikujt, ropt e mi për shembull, futi në listë bashkë me fëmijët që nuk i shon. Merru vish me mu, shajë mu. Po shon personalisht fshat ti për ditë shirop thot më shok. Aja shive nona oti. Për ditë thot shirop thot. Për ditë tjeti më shan më shok, ti i shkruan për shembull për një mohabet, ai vetëm shan. Tani çat bëj, unë s'kam qenë më shat asnjë njeri më shok. Dakor, Klejt. Shak kujtove ti, unë s'kam qef shaj njëri, tani se njerëzit dun të shahen. Thjesht
po të pyes, Unë dësha pak Alex Vision live e doja, a kupton, se du s'qere di gjëna me Alex Vision, mos unë bëj dal, ti e ke shok, a e ke mika që e ke puna jote. Kisha qep mu fut me serua di gjëna me Alex Vision, mos tot pastaj nesër sepse më shajti. Mos tot Alex Vision sepse, është dal El Parovi do për ditë të mush me në shqiptarëve që e pagun Alex Visha. Unë jam gati që Alex Vision për... po plajt, Alexi nuk është këtu tash, Alexi të shkruajnë në Instagram, Alexi Nuk kam ku të shkrit as Instagram, as kuni se u s'kam as i kontakt me Alex Vision, Alex Vision nuk hap mesazhe njerë, as me mu njerë, jo. Unë duhet më sqaroj me Alex Vision, edhe sqaroj këto njerëz që më shkruajnë më për ditë. Ka pagujt Semit, ka pagujt Alexia. Ka mundësia të Alex Vision me zë me bën një be mu Alex Visha këtu në live, që se ka folë një herë me mu për punën e El Parupit. Dakor, sepse këto u shajten, edhe pastaj lanë gjanat në heshtje, se fjala na futi Klajdi në probleme. A ka mundësi Alex Vision sot nesër, po pres, se mas nesër nuk pres ma une. Vetëm e thanë që Alex Visha, Klajt Kurti, mi thanë, mi bo bejt paro, për që se ka folë njerë me mu, me shajt tune. Atane... O Klajt, gabim e ki se ata e në shajt, se Alexi ka hi live të une, jo për ty. Ja, dhe tanë shqiptarët, këtë publiku që tanë shqiptarët, më thajnë më shdo ditë... Publiku, aq vlerë ka që qka nëzërin prej prapanicet, shkujnë ty aty o vla. Po mos ja shinonen, çfarë publiku, është meme jo që është bo për çfarë arsye në shajt. Mos ja shinonen dhe ti Klajt qka të shkujnë njerëzit. U shok, a ka, po pse qaj kushton Alex Vishës, qaj kushton Alex Vishës me thënë, pasha zotin a mbraft kuranja, për kokë fëmive, që unë me Klajt Kurti s'ka folë njerëz dhe se kam si unë, qaj kushton? Nuk e di unë çka i kushton, pse e thotë, pse se Po thotë. sepse po më detyron El Parupi me ashaj se më shkru për ditë mund të fut Alexi, thot. Po më detyron El Parupi çdo ditë që unë qaj Alex Vishin është, po më detyron. Se për të sa më thot pagun Alexi, çon lek. Unë hapa një trendi një herë, ma boni dhurat, ma boni James Bondi, se Jamesin ka një mu, se Jamesin të di se s'ka lidhje me TikTok, ka as me si gjajë një që rribat në asë shatë një. Mu më një me James Bondi, i thash hap me një Alex Vishi kam thënë 20 herë dhe kur s'u ka një mu o shoku. I kam thënë Alex Vishit për ndim, edhe me më supportu një loj kam thënë. Alex as njerëz më ka një mu, për ne më hiku truni mu o shok. Gjave, a James Bondi më hapja trendin, sa pa trendin a i qa është e loja atjene? Me ardhune me një adres falë sa ty të live jët e me të thonë, po të shanë tigri nga New York, a që ka jamin a i quni që e ki shok, beson ti qka po të shkrujun aty me adres falso? Unë e njof tigri për shembull. A? Unë e njof tigri. Po Alexi na e njef. Po e njof Alexi, pa Alexi nuk i ka thënë përgjigje për të huj o shoku. Ti po më shah mu se kam hi me stemin, s'ka lidhe Klajti Kurti këtu. Do t'jap këtë përgjigje o shok. Si, pse një lloj çanka si tigri si Alexi? Po merre gjoj Alexin kur është live një herë. Ku me që të shpash, para që kam shkruajt James Bondi, do bish, para që kam shkruajt i thash, e ka numrin Alexit, jo dhe se kanë hikë Kosovë, tha, në janë më atim prezent. I thash, gjithë pak se të flas me Alexit, thash, para se të vazhdoj programin tim, 6-6, ose 6-2. Gjove? Se të rritë baj unë lapet e publikut të shokut, ka pagujt kit, ka pagujt ai. Ngishi pagujt ti mu, gjove do kisha kërku ti një blind, si del kevjo me blind, do të kisha kërku një shtëpi afër komisariatit, a kupton edhe i rumun e çdo ditë marrë me bë punë të shtëpisë. Dakor? Kështu që natën e mirë, kur të folish me Alexin, edhe të lutem, kur gjesh gjëna për mu, ka mundësi të reagosh, po se reagove, do vazhdoj programin dhe me ti unë. Natën e mirë. Natën e mirë, Klajt. Po të sharej unë. Okej. Haj.